Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Programi që vijon është mbështetur nga mjetet e fondit për nxitjen e pluralizmit dhe larmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive. Mirëmëngjes shikues të dashur, sot do të shoqëroheni me mua dhe me fëmijët. Fëmijët janë nga klasa e parë nga shkolla Bedri Elezaga në Katërkoll, nga mësuesja Afërdita Bajri. Ndjekni ftesën dhe rikthehemi me fëmijë plot në studio. E dashur mësuese Afërdita, ju shkruaj në lidhje me ftesën e klasës së juaj, që është klasa e parë e shkollës fillore Bedri Elezaga në Katërkoll, që të jenë pjesë e emisionit tonë Xixillan. Do të na gëzoni shumë nëse do pranoni këtë ftesën tonë. Me pa dorim ju presim, Xixi dhe Rumejsa. E patë se ku ja dërguam ftesën dhe neve na humbur studio e plot dhe ne tani pa hezituar do fillojmë me prezantimin. Si quhesh? Unë quhem Djaj Dolaku. Qa ke përgatitur sot për ne? Merë punimin? Qa ke vizatuar atë? Plazhin. Plazhin, bravo, atë pëlqen të më shku në plazh? Po. Atë pëlqen vera shumë? Po. Bravo. A ke përgatitur për ne ndonjë vjersh? Po. Mund është më qunë kamë dhe i thamë vjershen. Cila është vjersha jote? Qa i sënë kafshët. Ajde, filloja. Gjë të danë ki, nësa gjë në fëmi, me që bërë, miau, shini jetin të cëjau. Qenë gjë bëke janë, be, nësa soni sa të sidje. Zogo të të janë të uci, shkoj o fëmi. Bravo, shumë mirë, të pëlqen të shku në shkollë? Po. Bravo, vazhdo me shokon. Si quhesh? Unë quhem Bjorncella. Bravo. Muna ma po që ki vizatu të sot për ne? Qa ki vizatu atë? Soko më shërën. Bravo, një djallë që ja ka qadrën edhe shtërashi. A të pëlqen të kur bjen shi? A ke qef ma shumë kërë janë ditë me dila me shi? Shi. Bravo. A ke të zënë ndonjë vjersh për ne? Po. Bravo, që në kama dhe thuje vjershen. O gjërë këngetar. Bravo atë. O gjërë këngetar. Unë jam fillesar, nëse më rupë po, shkoj në klasën po. Bikat, ti këndo, ere më në gjë, edhe para njësve, edhe para të sojshve, unë du të shkoj të më vënuhem. Bravo, vazhdo me shoqen, si quhesh? Unë quhem Djara Kallaba. Bravo, qa ki përgatitur të sat për ne? Unë kam përgatitur, Qa ki po atë në punë? unë kam përgatitur veprën të luar me gjefën. Bravo, dhelpra të dalin në vjesht? A ka në qenë dhelpra? Jo. Bravo, a keti përgatit ndonjë vjersht sot për ne? Po. Mund është më qunë kame dhe mi thamë vjershe. Oj gjellë këngetar, unë jem filestar, nëse të rrugë të parë, shkoj në klasë të parë. Bigar ti këto, herë me zhënë, a par njerëza, a par zogjë, unë duhet qohem e shkollë më zvanohem. Bravo, shumë mirë, vazhdo me shokën. Se që është? Unë që Lian Zeneli. Qa ke përgatitur sot për ne? Një iriqin me gjefta. Bravo, shoqja ka përgatitur dhelprën, ti ke përgatitur iriqin. Kallëzoja kamerës pak
punimin e jatë? Bravo. A të pëlqejnë të i riqat? Po. Bravo. Cila është ngjyra jote e preferuar? E dhirë. E verdha, bravo. A ke përgatitur ndonjë vjersh? Po. Mund është mu qunë kam edhe mi thonë. Gjili kënon ki nëse gjoni fëmi. Ma që bën mjau, mjau, shini licin si lau. Qinqi për kërën, bë. Nëse mësën shë si dje. Zëkët si zërën, si u, si shkën në shkollë o fëmi. Bravo, të pëlqen të më shku shkollë? Po. Shumë mirë, vazhdo me shoqen. Si quhesh? Unë quhen Ciara Ceka dhe jam 6 vjeçe. Bravo, në cilën shkollë shkën? Shkoj në shkollën Bedri edhe Zaga. Bravo, që ke përgatiti sot për ne? Një bisiklet me lule me ngjyrat e ndryshme. Pa cilën ngjyra jote preferuar? Vjollca. A dën të me vozit bicikletën? Po. Bravo, a ke përgatiti ndonjë vjersh për ne? Po. Bravo, mund është me fillu? O Ilberi bukur me të 7 ngjyra. Harkon të më pëfur, o Ilberi bukur me duke sigur, lartë të ngjitem lartë, si për te e dua. Në shbrigjen, bështeten, këmbësat e tua. Bravo, shumë bukur e ke thënë. Vazhdo me shoqen. Si quhesh? Unë quhem Isa Gjeka, jam 6 vjeçe. Qa ke përgatiti sot për ne? Sa kam përgatitur shkollën o borën e shkollës. Bravo, shumë mirë, kallëzoja pa kamerës punimin. Mjera dhe kallëzoja. Ke përgatiti, sile pak bukur, sile bukur. Bravo, a ke përgatit në një vjersh? Po, kam përgatitur një vjeç, o Iber i bukur, o Iber i bukur, me të 7 ngjyrat, harkon të të pamfor. O Iber i bukur, më duker si ur, jartë të gjitem jartë, si për teje dua, në shbrigje bështetet, këmbësat e tuja. Bravo, vazhdo me shokuen. Si quhesh? Unë quhem Jan Muçe dhe kam 6 vjetë. Qa ke përgatiti sot për ne? Kam përgatitur një vizatim dhe një jashtë. Bravo, qa ke vizatuar të në vizatim? Një shtëpi, një pemë të ragjethet, disa shpendë dhe aeroplane. A ke përgatitur në një vjersh? Po. Bravo, mund është më qunë kam edhe mi thonë vjershen. Kaloj vera, erdhi vjeshta, piqet krushi, në përveshta, vjeshta e bukur, vjesht punëtore, gjithat mira tina i sole. Bravo, shumë mirë, vazhdo me shokuen. Si quhesh? Unë quhem Mama Saja, unë kam 6 vjeç. Bravo, qa ke përgatiti sot për ne? Unë kam përgatit familjen. Bravo, kush ishe të pi familjes? Unë, baba, nana, gjyshja, edhe vllana dhe motra. Bravo, a dën të vllana dhe motrën? Po. Shumë mirë, kallëzoja pa kamerës punimin? A ke përgatiti edhe në një vjersh? Po. Cilë është vjersha jote? Vjeshta. Mund është mu qunë kam edhe mi thonë. Vjeshte art, as me fua, qaru ratës me sja mu. Vjeshta qesh, edhe me fot, ti kam sja urata plot. Hapi dua, vogarot, prot me fruta do t'imbush. Mo u darë ftoja rosh. Cili është fruti jeti preferuar? Fruti janë preferuar mova. Bravo, shumë mirë, ne pjerë shokut mikrofonin. Si quhesh? Le art salaj. Sa vjeç i ke? 6. Shumë mirë, qa ke vizatuar të sot për ne? Kollën. Shkollën në të pëlqen të me shku në shkollë? Po. A dën të mësuesen shumë? Po. Bravo, ke përgatit edhe në një vjersh.
Ja belumi baba se që më shkën e ditë për të lash ka përship për të farë. Bravo, shumë mirë. Vazhdo me shokun. Si quhesh ti? Unë quhet Ensar Ceko, o kam 6 vjeç. Bravo. Çfarë ke vizatu ti sot për ne? O kam vizatu e rriqe me vjesh. Bravo, shumë mirë. Edhe ty të pëlqejnë ka vjeshtë si shoku dhe shoqja? Po, Shumë mirë. Pëlqejnë ty rriqat? po, Bravo. A ke bati ndonjë vjeshtë sot për ne? po. Cila është vjesha? E rriqe, A vjesha, cila është? e vjesh. Mundesh me fillu me thanë vjeshën? Vjesh të art, as me fua trovërata njës jenë mua. Vjesh të qesh, a me fot, I kam sjellë rata plot. Hapi dua vogla rosh, fruta do t'im bosh, smoj darës tojna rosh. Bravo. Mund ka I pëlqyer shumë punimet e tuaja, ja? Edhe tash ne dona mi një to që mi pa Xhixhi gjithmonë, okay? Bravo. Hajde një mamu. E çka është pema? Pema është lule, pema është dega. Pema është dega. Pema është bëgjefa. Pema është sebinjas. Ka fruta, ka damolla. Pema është qil. Ka fruta. Frëner. Pema është drëfsat, e karotët. Pema është me dollë muat. Me gjithë. Pema është kur pinë gjithët. Sa madhe është pema? Shumë e madhe. Shumë. E mane. E marë shumë. E madhe. Ishte e madhe. Pema është e madhe. Ka është libri? Me ladu pralla, me shkru. Libri është kur shkall shkollë. Libri është për me shto vjeshtin. Me su edhe me cu. Me lexu. Libri është për po detyrat. Po, a keti detyra? Po. Libra është me mësu. Sa libra ka Zara në shtëpi? 4. Libri është me thu. Libra është me vizatu, me badiska. Libri është me lexu, mi bë detyrat mushme edhe me vizatu. Me su. Libri është me shkru, me vizatu. Libri është me lexu edhe me shkru. Me lexu. Libri është që mëson. Bravo. A keti libra në shtëpi? Pa. Një. Çka është gjume?
Gjumish me fjetë, edhe s'ma fjetë shumë për me pas ma shumë energji. Me fjetë. Gjumish me fjetë. Me fjetë. Gjumës për mësjet brami e mësditja. Po, ke qef ti gjumin me fjetë mësditje? Po. Si me fjetë? Me fjetë. Me fjetë, marrë energji. Gjumish me fjetë me pushu. Gjumish me fjetë. Me fjetë. Gjumish me fletë, me ekskor. Me pushu. Gjumish me fjetë. Ke qef ti me fjetë? Pa. E që është herët a flenë shumë? Shumë herët. Gjumi me fjetë. A ke qef ti me fjetë shumë, a ke qef me shku shkollë? Kam qef me shku në shkollë. Gjumi është me fjetë. Po, që është herët ti, a ke qef me fjetë ma? Qohem herje për shkollë. Victoria është një person që krijon art duke përdorur ngjyra. Ajo merr furçën, përzien ngjyrat dhe fillon të pikturojë në letër ose në kanavas të madhe. Me lëvizjet e saj, ajo mund të shndërrojë një fletë të bardhë në diçka plot jetë dhe imagjinar. Victoria është një vajzë që i pëlqen shumë të vizatojë dhe të pikturojë çdo ditë. Ajo ka një kuti me shumë ngjyra, të kuqe, të verdhë, blu, jeshile dhe rozë. Kur e hap kutinë e saj, ajo gëzohet sikur po hap një thesar të vogël. Çdo mëngjes, Victoria shen nga dritarja dhe kërkon diçka të bukur për ta pikturuar. Ndonjëherë shen një zog që fluturon. Ndonjëherë shen një pemë që lëkundet nga era. Ndonjëherë shen një mace që përkëdhel veten në diell. Ajo i pëlqen t'i vizatojë të gjitha. Kur fillon të pikturojë, ajo e mban penelin me kujdes. E ngjyros letrën ngadalë që ngjyrat të duken të pastra dhe të bukura. Ajo i përzien ngjyrat dhe shpesh krijon ngjyra të reja që nuk i kishte parë kurrë më parë. Në pikturat e saj ka diell që buzëqesh, lule shumë ngjyrëshe dhe fëmijë që luajnë. Ajo pikturon edhe ëndrat e saj, kështjella në re, det me yje dhe peshq që mund të fluturojnë. Kur mbaron një pikturë, Victoria ndihet shumë krenare. Ajo ja tregon mamas, babait dhe shokëve të klasës. Të gjithë e përgëzojnë për punën e bukur. Victoria beson se me ngjyra, dashuri dhe fantazi mund të krijojmë një botë më të gëzuar. Ajo thotë, çdo fëmijë mund të jetë piktor, mjafton të mos ndalet së ëndërruari. Sot me ne në studio është piktoria që punon dhe ja mëson fëmijëve pikturën dhe vizatimin Mersiha Resulbegu Mavriq. Faleminderit që jeni sot me ne në studio dhe që keni pranuar ftesën. Faleminderit juve që ju parat në më thirë musat. Sot fëmijët do pyesin pyetje të ndryshme dhe po hezituar do fillojmë me pyetja. Cila është pyetja jote? Kur ishe vogël që ke pas dëshirë më ba? Unë kur isha vogël kam pas qef ose më ba shkrimtare apo me pikturu artiste. Kështu që ka qëllu artistja tash për pikturimi. A ju pëlqen juve me vizatu? Po. Bravo. Çfarë shkolle ke kry? Kam kry në Akademinë e Arteve në Cetinje, kam kry dizajnin grafik dhe tash hem punoj në atë punën edhe jam asintare a artit në shkollën Mashaltito. Vazhdo me shokon. Cila është pyetja jote? Që pëlqen me vizitu? Më shumë kam qef me vizatu detin, pejsazhe. Ata kam qef për në mënyrë pak ma interesant. Vazhdo me shotja. Kushta kam mësu me vizatu? Kështu, dëshirën e kam pas njëherë vetë për me vizatojsh edhe vetë, por se si të tanë ne kemi pas asintartë në shkollën fillore, pri mësuesit, mësënëja asintari, si dhe ma vonë në gjimnas,
të profesori Bilal Mikezici, i cili më ka napë dhe malezet me vizatu. Kur ke bo vizatimin e parë? Vizatimin e parë e kam ba qysh në filloren, po përse vizatimin e parë ma vonë pak ma profesional, e kam ba mas akademisë. Bravo. Çfarë pëlqen juve më shumë me vizatu? Çfarë pëlqen? Vazhdo, nepja mikrofonin shokët. Cila është pyetja jote? Piktor e shtoret. Pak ka shumë pikturej çdo ditë. Vazhdo me shokon. Nepja shokët mikrofonin. Cila është pyetja jote? Cili piktor fapshet të pëlqen? Më pëlqen të tanë piktorit janë të mirë, por më pëlqen Tarner edhe më pëlqen Kandiski. Janë artistat njoftë. Po të çka ke qef me vetë piktoren? Sa ka duhet me prik për tetur? Mi kry një piktur më varet se sa duhet mi kry. Do më thanë mundet një javë, mundet 2 javë, dhe njëherë nuk mund mi kry njënin e sjellë, filloj mësej për fillimit diçka tjetër, por një piktur të madhe, lypet 2 javë, ndoshta edhe deri 1 muaj për mi kry. Çfarë gjyra shpërdor? Në punimet e mia, ma shumë mund të shihni ngjyrën e kaltërt, ishin ngjyra që mu m'inspiron, ndoshta nga që jeton të Ulqin edhe në rrethon deti, e për njetë kam qef mi përteru shumë ngjyrën e kaltërt. Cina piktur pëlqen më shumë? Nga pikturat e mia ish zorë me da cila më pëlqen më shumë. Ekziston danjina që është pak, kur kam kalu pak shumë ma shumë kohë të e pikturu, dhe që jam shpreh në mënyrë emocionale më shumë te, dhe mund të them se njëra prej atyre është ma që më pëlqen. E dim që piktura dhe arti ka të bëjë me ndjenjat emocionale. Më tregoni se kur keni ju inspirim më shumë të bëni piktura të ndryshme? Më thanë, si njeriu kështu kur je pak më i rritur, ke pak dhe ma shumë punë. Kështu që sa herë që kam dëshirë për me mujtë me vizatu, ka njëherë nuk më qëllën koha. Por kur je plotësumon, më thanë, kur je plotësumon, ke kohë për veti, atëherë edhe ke më shumë dëshirë të pikturosh. Normalisht, mënyra emocionale, dhe më thanë, nuk mund të thamë as kur jam shumë shem, as kur nuk jam. Dhe më thanë, nuk mund të dajnë gjysë, për kryesorja me qene plotësumon me vetë vetin, ata kohë kam, si thot, ata ditë kam dëshirë shumë që të punoj sa më shumë. Dhe si fona mundeni një mesazh për fëmijët? Po, mund me thanë se pikturimi, vizatimi, ish shumë i shëndetshëm, në atë mënyrë se gjithë se cili për josh mundet më shpreh dhe me vizatu çfarë do që dojnë ata. Kur një vizatim nuk ish i keq, një vizatim ish gjithmonë i mirë si do që e keni punu. Dhe ish mira për gjithë ditë me mujtë me vizatu ka pak të gjithë për josh. Faleminderit shumë edhe njerë që ishit me ne në studio, unë jam kënaqur që besoj edhe fëmijët. Edhe unë gjithashtu jam kënaqur shumë kur i kam pa ta fëmijë kaq të bukur të rreth meje dhe ta pritje të bukura, po saçëresh ty, të lumt, të përgëzoj për këtë emision dhe shihemi ndonjëherë tjetër. Faleminderit shumë, kurse ne shikues të dashur vazhdojmë me rubrikat e tjera. Dëgjoni ditë një lajmet dhe shikoni pamjet. Ku po shkon didi sot? Në dorë ka një kaçile plot. Që
Qetësia e mëngjesit i dha një atmosferë të veçantë nisjes së punës, ndërsa gjethet e ullinjve ende bajnë pikat e fundit të shiut. Për Xixin, si për shumë të tjerë në Ulqin, mbledhja e ullinjve nuk është vetëm një punë sezonale, por një rit që sjell bashkim, kujtime dhe krenari. Çdo ulli që bie në Kaçile është një kujtim i historisë së gjatë të vendit në lidhje me të kaluarën dhe një premtim për prodhimit të reja. Banorët e zonës thonë se ky vit pritet të jetë i mbar dhe me Xixin që ka nisur i pari punën, sa u kthjellua moti, dhe të tjerë do t'i bashkohen së shpejti në ullishtat e Ulqinit. Xixi në televizion tregon si puna po i shkon. Xixi, i njohur për energjinë dhe humorin e tij të veçantë, ishte i ftuar këtë javë në një emision për të folur rreth mënyrës se si po kalon këtë vit dhe për të ndarë disa momente nga përditshmëria e tij me shikuesit e rinj dhe të rritur. Gjatë intervistës, Xixi tregoi se ky vit po shkon shumë mirë dhe se është i kënaqur me aktivitetet që po zhvillon. Po kaloi shumë mirë këtë vit, tha Xixi duke qeshur. Dita ime fillon herët, por nuk ka gjë më të këndshme se sa të shohësh fëmijët e lumtur. Përveç këtyre, Xixi foli edhe për fëmijët duke treguar se janë shumë të mirë dhe të sjellshëm. Ai theksoi se marrëdhënia me ta është gjithmonë e ngrohtë dhe se çdo takim me ta sjell gëzim dhe energji. Shumë shikues vunë re se Xixi e trajton publikun me humor dhe sinqeritet, duke krijuar një atmosferë të këndshme dhe të relaksuar gjatë emisionit. Në fund, gazetarja falenderoi Xixin për intervistën dhe uroi që këtë vit të vijojë po aq i lumtur sa deri tani. Shumë fansa e mirëpritën këtë intervistë në rrjetet sociale, duke e cilësuar si një moment të ngrohtë dhe argëtues për të gjithë fëmijët që ndjekin emisionin. Diell dhe ngrohtësi, java na sjell lumturi, ndiqni motin. Ej, fëmi, javën e ardhshme, moti në Ulqin do të jetë si një surprizë nga një kuti e madhe. Disa ditë do të kenë diell që të bën të duash të kërcesh dhe të luash, dhe disa ditë mund të shfaqen në re që mund të na rrëmbejnë çadrën. Por mos u shqetësoni. Këshilla për ju, mos harroni të merrni kapel, çizme të këndshme dhe natyrisht shumë buzëqeshje. Mos u lodhni nga moti, sepse çdo ditë sjell një aventurë të re dhe mundësi për lojëra dhe gaste. Këto ishin lajmet për sot. E ju Disneylandin mos e humbisni dot. Rubrika Xixi gabon është gjithmonë e rubrikë që ne i shohim gabimet e Xixit dhe si ka përmirësuar ai. Ne nga kjo rubrikë mund të mësojmë edhe që ne mos t'i bëjmë ato gabime që i ka bërë Xixi. E ndjekim. Çka ka Xixi në këtë video? Çka ka bë? E ka bë me ra tokë. E ka hangër ushqimin edhe i ka rënë tokë. A isha ja mirë a gabim? Keq. Bravo. Se ka përmirësuar Xixi gabimin? Çka ka bë? E kur ka pijat edhe ka gjujt nena qeshken. Bravo. Vazhdo me shokun.
Qa ka ba Zizi? Ka hangër ushqime dhe e ka hedhur në tokë. Ajo është gabim, a? Po. A keni ba ju di njerë këtë gabim? Jo. Bravo. E se e ka përmirësu Zizi gabimin? E ka pi uje, mësonajna e ka hedhë në lam. Bravo. Vazhdo me shoqen. Qa ka ba Zizi? E ka hedhë ushqimin në tokë. Bravo. E ma vonë? Vavon e ka hedhë ushqimin kosh. Bravo, shumë mirë. Tash në do në mi shikua dhe videon atyt, edhe rikthehemi për mi komentu. Si ka kapu Zizi në këtë video? Ka dash mu për najtë. Bravo, ka dash mi shka për cy pantaren. A ban aja? Jo. Shumë mirë. E se e ka përmirësu Zizi gabimin? Qa ka ba ma vonë kur ka qenë mirë? Ka në i bukur, shta? Po. Bravo. Njepja shoqës të mikrofonin. Qa ka ba Zizi? Zizi ka dash mu për makot. Bravo. E ma vonë se ka përmirësu E gabimin ka e ti? përmisu ka ndaj mirë, ka shiku. Bravo, shumë mirë. Na kur s'kuto me bashtu si ka ba Zizi në videon e parë, okej? Po. Bravo. Tani, do e shohim se sa këto fëmijë din gjuhën angleze dhe kjo do komentoj videon e parë, kurse kjo videon e dytë. Marra mikrofonin. Do komentojmë njëherë videon e parë. Merra mikrofonin. Pa. What did Zizi do on the first video? He not do good. Yes, what did he do? Zizi dropped his foot on the ground and not do good. Yes, that was wrong. And in the second part, how did he fix his mistake? And he threw it in the trash. Bravo. Vazhdoj me shokon. What did you learn? What did Zizi do on the first video? He threw in the floor. Bravo, he threw it in the floor, and we shouldn't do that. We should throw it in the trash. That's what Zizi did on the second part of the video. Tash, ko me anën tjetër. Marrë mikrofonin. Vazhdojmë të. What did Zizi do on the second video? Second, Yes. he wanted to jump. He wanted to jump, yes. And in the second part, he stand good, yes? Okay. Nepja shoqës mikrofonin. What did Zizi do in the second video? The second video he almost fell. He almost fell, yes, because he standed wrong. And in the second part, He stand good. bravo. Vazhdo me shokon. What did Zizi do in the second video? The second video he jumped. Yes, he wanted to jump. And that was wrong. And in the second part, He stand good. bravo. Ne e kuptuam që këto fëmijë din shumë mirë gjuhën angleze dhe tani ne do vazhdojmë me rubrikat e tjera, që është rubrika e prallës, ku do ulemi këtu poshtë të tavolina dhe të lexojmë një prallë të bukur.
Unë për ju se të kam përzjedhur prallën Borë Bardha, ndoshta edhe keni ndëgjuar për një nga prallet e mia të preferuara, kështu që do ju ndëgjoj juve se jeni shumë fëmijë të mirë. Borë Bardha. Ndërsa që ndiste, buzë dritares, mbretëresha e një vendi të largët, shpoi gishtin me gjelbër dhe në qast, disa pika gjaku shpërkatën dorën që binte në dritaren e pallatit. Oh, zoti im, tha mbretëresha, do të më lumturoj shumë, po të më dhuroje një vajzë të bardhë si Debor, me fytyrë ëngjëlli dhe të kuqe si ngjyra e gjakut dhe flokët e zinj si abanozi. Në të vërtet, Zoti ja plotësoi dëshirën sovranës duke i dhënë një vajzë të bukur. Emra quajti Borë Bardha, në kujtim të ditës që e kishte kërkuar. Fatkeqësisht, Borë Bardha mbeti shumë shpejt jetime dhe mbreti u martua sërish. Mbretëresha e re ishte e hishme, por edhe shumë zhemërglir. Një ditë mori si dhurat nga një zanë e lig një pasqyrë magjike, e cila i përgjigjej të gjithë pyetjeve që mbretëresha i bënte për vetë bukurinë e saj. Kur Borë Bardha ishte 7 vjeç, një ditë, ndërsa mbretëresha bashkëbisedonte me pasqyrën, kjo e fundit i tha: "Oh mbretëresh, nuk je më e bukur e mbretërisë. Shikoje Borë Bardhën, ajo është shumë më e bukur se ti." Atëherë, mbretëresha e gjindosur nga inati dhe e mërzitur nga zilia, vendosi të vrishte thjeshtrën e saj. Një ditë thiri shërbetorin dhe i tha: "Sonte do ta shpjesh Borë Bardhën në pyll. Atje do të vrasësh dhe do të më sjellësh zemrën e saj." Kur e gjend në mes të pyllit me Borë Bardhën, shërbetori i prekur nga lutja dhe nga shërimet e vogëlushes, ndjeu dëmshëri dhe i fali jetën, por me kushtin që ajo të mos kthehej më në pallat. Vrau një dre dhe i mori zemrën dhe ja shpuri sovranës duke i thënë se ishte e vajzës. E gjendur e vetme në mes të pyllit, Borë Bardha nisi të ecte kuturë për shumë orë, derisa u gjend para një shtëpie shumë të vogël. Trokiti disa herë dhe pasi nuk mori përgjigje nga askush, guxoi të hynte në shtëpi. Mobiljet dhe orendit ishin të vogla. Mbi një tavolinë, përveç 7 pjatëve të vogla, si për kukulla, të gjithë me ushqime, kishin gjithashtu thika të vogla, pirujnë me luk të vogël. Borë Bardha, e cila ishte uritur, hëngri një copë të vogël nga çdo pjatë dhe gjerbri një pikë uji nga secila gotë. Më pas, me që ishte shumë e lodhur, bashkoi 7 shtretër e vegjël, ushtrim mbi ta dhe ra në gjumë të thellë. Në buzën mbrëmje, të zotët të shtëpisë u kthyen nga puna. Ishin 7 xhuxhet me mjekra të gjata dhe kapuça të kuq. Me të ndezur dritat, panë që gjërat ishin të zhvendosur, prandaj u trembën pak. Pa pritur, njëra prej tyre pa vogëlushen dhe të gjitha e rrethuan me kërshëri të mëdha. "Oh, sa bukur qen ka!" thanë me të 7 zëri. Dhe për të mos e zgjuar, të 7 u rregulluan si mundën për të fjetur. Kur Borë Bardha u zgjua dhe gjeti veten të rrethuar nga ata burra të vegjël, ndjeu frikë të jashtëzakonshme. Por kur e rrëfeu se kishte arritur deri atje, xhuxhet të pikolluar e pyetën: "Do të pëlqente të qëndroje me ne? Ti do të kujdesesh për shtëpinë, ndërsa ne, në këmbim të kësaj, do sigurohemi që mos të mungoj asgjë dhe gjithashtu do të duam shumë." Borë Bardha pranoi menjëherë dhe nisi të pastronte shtëpinë. Pas disa kohësh, mbretëresha pyeti sërish pasqyrën, e cila këtë herë u përgjigj: "Është e vërtet që ti je më e bukura e mbretërisë, por Borë Bardha, e cila jeton në pyll me 7 xhuxhet, është shumë më e bukur se ti." Mbretëresha, në atë çast, kuptoi mashtrimin e shërbetorit. Kështu që u maskua si shitëse dhe po atë mëngjes shkoi në shtëpinë e vogël në pyll.
E maskuar si një plak, ju afrua shtëpisë dhe filloi të theriste. Kush dëshiron të blejë gjëra të bukura dhe të lira? Fjongo dhe copa me ngjyra të bukura. Bërëbardha doli në dritare dhe plaka i kërkoi të zbriste që të shihte gjërat që kishte. Vajza zbriti për të parë dhe i ra në sy një fjonga e bukur. Por ndërsa po provonte, gruaja shpirt lig i shtrëngoi fjongun aq fort sa që bërëbardhës i ra të fikët. Duke besuar se më në fund ishte kënaqur me hakmarrjen e saj, mbretëresha u kthye në pallat duke thënë: "Tani nuk do të më konkurosh më, e mallkuar." Kur xhuxhët u kthyen, e gjetën vajzën të shtrirë për tokë në dukje të pajet. Ata kuptuan që rripi i fustanit po i shtypte gjoksin dhe që ja i liruan. Menjëherë vajzat nisi të merrte frymë lehtësisht. E kuptuan hakmarrjen e mbretëreshës dhe e këshilluan shoqen e tyre të dashur të mos t'i hapnin derën të huajve. Disa ditë më vonë, kur mbretëresha pyeti përsëri pasqyrën, ajo i tha se brenda mbretërisë ajo ishte më e bukura, por lej kësaj bërëbardha vazhdonte të ishte më e bukur se ajo. Më pas, mbretëresha mori një krahër, e lyu me helm dhe duke e maskuar si shitëse, bërriti në shtëpinë e pull. Kur pa bërëbardhën në dritare i tha: "Sprit poshtë dhe shih sa krahër të bukur kam." Këmbë nguli aq shumë sa që bërëbardha spriti poshtë dhe e lejoi shitësen t'i vendoste krahërin në kokë. Atëherë mbretëresha i angjeshi me egërsi dhe vajza u plagos si e vdekur. Në kthim, burrat e vegjël, duke parë në atë gjendje, filluan të kërkonin shkakun derisa gjetën krahërin. Ja hoqën me kujdes dhe vajza e mori veten shpejt. Më pas, ajo u rrëfeu se çfarë i kishte ndodhur. Sapo mbretëresha mbërriti në pallat, pyeti pasqyrën, e cila, sikurse edhe më herën tjetër, i tha se bërëbardha vazhdonte të ishte më e bukur. Mbretëresha u xhindos shumë dhe u përgatit të jepte fund një herë për gjithmonë vajzës. Përgatiti një mollë të bukur helmuese, u vuri si fshatare dhe shkoi sërish në shtëpinë e xhuxhëve. "Shes mollë të shishme", thërriti buz dritares. Bërëbardha doli në dritare dhe i tha se nuk mund të pranonte asgjë nga të huajet. "Mos mendo se fruti im është i helmuar", tha shitësja e rrem e frutave. "Që të shohësh se fruti është shëndetshëm, unë do të haj një kofshat, ndërsa ti tjetrën." Ajo e ndau më shpejtësi mollën dhe nisi të hante pjesën e saj, e cila ishte pa hen. Por sapo bërëbardha kafshoi pjesën tjetër, u plandos për tokë e vdekur. "Kësaj herë askush nuk do të mund të kthehej në jetë", tha mbretëresha, duke u larguar dhe duke fërkuar duart me gëzim. Kur xhuxhët u kthyen në shtëpi dhe e gjetën vajzën në atë gjendje, u përpoqën të zbulonin se çfarë kishte, por nuk ja dolën. Kështu që pasi u siguruan për vdekjen e saj, e mbyllën në një arkivol të bukur të kristalt, mbi këpakun në të cilën shënuan emrin e vajzës dhe të dhënat që tregonin se ishte e bija e mbretit. Pastaj me trishtim të madh e shpun arkivolin deri në shpellën e mal. Një ditë të mrekullueshme me diell, kaloi aty pra një princ bukurosh. Me të parën e vajzës, i alu xhuxhëve të lejonte të merrte në shtëpi, që të mund të admironte atë fytyrë të bukur çdo ditë. Burrat e vegjël e lejuan princin ta shpinte në pallatin e tij, por njëri nga burrat që mbante arkivolin u përplas me një gur dhe tronditja fort bëri që copa e mollës salmuse të dilte nga goja e bërëbardhës. Atëherë vajza u zgjua. Princi i mahnitur me njëherë i tha se e dashuronte dhe se dëshironte të martohej me të. Në ditën e dasmës mbretëresha pyeti përsëri pasqyrën, e cila ishte gruaja më e bukur në vend. Zemërimi i saj ishte më i madh kur dëgjoi përgjigjen: "Zonjë, më e bukura nga të gjithë është princesha që martohet sot." Mbretëresha, e cila është e futur në fustan,
Kur zbuloi se nusja ishte vetë Borëbardha, plot mëri u përpoq të largonte, por xhuxhët e ndaluan nga detyra të kërcente për një kohë të gjatë derisa u plandos në to. E raskapitur nga lodhja, Borëbardha zemërmirë e fali njerëkën, e cila u pendua për të gjithë vuajtjet që ja kishte shkaktuar. Me pas e flaku pasqyrën magjike me aq tërbim sa që e bëri copë e gjik. Vajza jetoj e lumtur, jashtëzakonisht e lumtur, së bashku me bashkëshortin e saj të dashur, i cili admironte aq shumë. A ju ka pëlqy pralla? Po! Bravo! Ne tani do të çohemi në këmbë dhe do presim një shok tonin, që është Xixi. Si e thrasim në Xixin? Xixi të lutem, Xixi të lutem. Dhe ja kur Xixi, hajde Xixi, shpejt! Shpejt Xixi! Hajde! Përqafoni Xixin, shpejt, tanë! Dhe fundi i emisionit ku ne ju themi mirupafshim nga studio i emisionit Xixiland. Mirupafshim! Mirupafshim! Program podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Ky program është mbështetur nga mjetet e Fondit për nxitjen e pluralizmit dhe lëndëmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive.